Një punëtor ka vdekur të mërkurën në një punishte zhavore në fshatin Glaviqic të Pejës. Një person duke punuar është lënduar në vendin e punës dhe është dërguar në spital, ku mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e tij. Dyshohet se 43 vjeçari u lëndua për vdekje, teksa ishte duke lyer disa makineri. Ky vlerësohet të jetë rasti i 10 i vdekjeve në vendin e punës si vjet. Ngjarja tragjike ndodhi në kohën kur shteti ka shtuar kontrollet në të gjithë Kosovën, duke u fokusuar kryesisht në sektorët me rrezikshmëri të lartë, siç është ndërtimtaria, pikërisht për shkak të situatës alarmante me numrin e viktimave. Bazuar në të dhënat e publikuara të mërkurën, gjatë 48 orëve të fundit, Inspektorati Qendror i Punës ka ndaluar punën në 17 vend punishte, ndërsa në më shumë se 100 sosh që nga fillimi i aksionit në mesin e prillit. Prokuroria e Pejës ndërkohë ka bërë të ditur se po i heton rrethanat e humbjes së jetës së punëtorit. Në vendin e ngjarjes kanë dalë 2 prokurorë, bashkë me hetuesit rajonal, Inspektoratin e Punës dhe të gjitha njësitë relevante. Deri tash nuk ka persona të ndaluar për këtë rast. Shënjestër.net